Zbulohet sekreti që pastron tërësisht mushkëritë tuaja në mënyrë natyrale. Ndotja, zakonet e këqija dhe mjedisi ku jetoni janë në disa prej shkaqeve kryesore të problemeve të mushkërive. Shumë njerëz vuajnë nga problemet kronike të mushkërive, megjithatë, për të përmirësuar shëndetin tuaj duhet të shtoni më shumë në dietën tuaj pijet pastruese. Është e rëndësishme të dini se përmirësimi i gjendjes së mushkërive nis edhe me konsumin e dur të pijeve rigjeneruese që mund t'japin rezultate midis 2 javëve dhe 3 muaj nga fillimi. Shtoni në dietën tuaj ujin e ngrohtë me mjaltë, ujin me limon, çajin e gjelbër, lëngun e karrotës, shafranin ndije me xhenxhefil, pijet me banane, spinaq dhe manafera. Terapia me krip është thithja e ajrit me grimca të vogla kripe. Quhet haloterapi dhe është një trajtim alternativ për problemet të mushkërive si astma, bronkiti dhe kollitja. Mund të vizitoni një dhomë të veçantë kripe dhe të blini një llamp me krip për ta përdorur atë edhe në kushte shtëpie.